Ne nuk do të dorëzohemi, ne do të vazhdojmë me protestat tona në mënyrë paqësore dhe në mënyrë më sensibilizuese që t'i kërkojmë drejtat tona. Ne nuk jemi të gatshëm të paguajmë gabimet institucionale. Ne do të vazhdojmë deri në fund me protestat, me mundësitë që i kemi që na ofron vetë, domethënë ligji. Sot jemi për herë të katërt këtu. Jo sepse na pëlqen të protestojmë, por sepse padrejtësia vazhdon edhe institucionet ende nuk reagojnë. Pas 3 protestave radhazi edhe pas kërkesave tona qarta, kemi treguar se angazhimi ynë për një zgjedhje të drejtë të çështjes së tatimit retroaktiv do të vazhdojë. Që nga protesta e kaluar, ne si Këshill Organizativ Qytetar kemi ndërmarrë hap konkret institucional. Kemi dërguar letër zyrtare tek të gjitha partitë politike. Jo për të kërkuar ndihmë politike, jo për përkrahje partijake, por për të kërkuar zgjedhje institucionale dhe ligjore dhe për t'i ftuar ata të bëjnë punën që u takon. E themi qartë edhe sot, ne nuk jemi parti politike, nuk jemi përkrahës të asnjë partie politike, ne jemi qytetarë të zakonshëm, të cilëve po u bëhet një padrejtësi. Sot, nga kjo protestë e katërt, kërkesat tona janë të qarta dhe publike. Kërkojmë hapjen e një debati publik dhe parlamentar, sepse një çështje që prek mira qytetar nuk mund të zgjidhet me vendime administrative të mbyllura. Kërkojmë takim urgjent me drejtoreshën e drejtorisë së të ardhurave publike për sqarim të plotë të praktikës së vendimeve me efekt retroaktiv për interpretimin e rezidencës tatimore dhe rregullit të 183 ditëve. Dhe sot edhe njëherë nga këta njerëz të prekur dhe ky vend bëjmë thirrje të hapur për të gjithë liderët politik që ende nuk i janë përgjigjur ftesës sonë. Ejani, uluni me qytetarët, dëgjojeni problemin dhe le ta zgjidhim këtë çështje bashkë në mënyrë institucionale dhe të drejtë. Kjo nuk është betejë politike, kjo është betejë për drejtësi. Ne do të vazhdojmë me dinjitet, me qetësi dhe me këmbgulje derisa kjo padrejtësi të marrë fund. Drejtësia nuk negociohet, drejtësia nuk shtyhet, por drejtësia zbatohet.